në qoftë se P500 nuk mund të shfrytëzohet, atëherë të kthehemi te P709. Zoti Tigër e përmendi këtë. Ai përmendi referencën ndaj Shef Lulit. Dhe ekziston edhe një dokument tjetër i ngjashëm P186, e cila nuk e ka këtë referencë të shkruar me shkrimdore, ku përmendet Shef Luli, është datës 18 gusht. Prokuroria asnjëherë nuk e ka sqaruar se për çfarë bëhet fjalë. Të ndërrohet gjykatës, ju keni dëshminë e zotit Çadraku lidhur me këtë çështje, që ka thënë që nuk e ka parë më parë P709, që P186 e ka dërguar dhe është ajo që nuk e ka të shkruar Shef Luli në këtë dokument. Këtë e ka dërguar komandanti i zonës dhe nuk ka ekzistuar raportime paralel dhe nuk mund të hidhet poshtë. Prokuroria ka barrën për të provuar për të dyshimit të arsyeshëm këtë gjë. ZPS nuk ka arritur që të provojë që ka ekzistuar standardi kriminal që përmend për 709. Ajo është siç ka ndodhur nësë është dërguar, është marrë, kishte të bënte kjo me zotin Veseli apo jo, e ka marrë apo e ka parë këtë, ndonjë gjë të ngjishur me këtë. Me sa dim ne, atë ishte reale, mund të ishte dërguar atij dhe mund të kishte qenë gabime, mund të kishte thënë që s'është për mua, nuk jam gëdyshi, nuk jam inteligjenca, i dërgoja dikujt tjetër. Të gjitha këto çështje do duheshin eksploruar. Nuk në takon jemi që të provojmë këto gjërat. Ato duhet ta bëjmë këtë me të gjitha deduksionet që kanë nxjerrë. Dhe nuk kanë bërë një gjë të tillë. Megjithatë këtë, ZPS nuk ka provuar që zoti Veseli të ketë qenë si shefi i shikut në vitin 1999 të merrem me çështjet e transferimeve nga një zonë tjetër në UÇK. Edhe nëse ka qenë në funksionim në atë kohë, nuk ka absolutisht asnjë provë që ta mbështesë këtë pretendim. Ky është dokumenti vetëm që përmendin aty, në të cilin mbështeten, po nuk e di se çfarë konkluzioni mund të nxjerrët nga këtë, nuk ka asgjë tjetër. Asnjë dokument nuk është thirrur për të vërtetuar këtë. Është thjesht një dokument, thashë themi, siç e kam thënë, edhe një herë nuk mund të konstatohet fajësia mbi bazën e dëshmive të paprovuara. Fakti që unë kam patur mundësinë për të përpyetur